Moderatorja e njohur Chiara Tito ka publikuar disa pamje të adhurueshme nga videoja e fundvitit që po përgatit së bashku me bashkëshortin Louise Ailey dhe vajzën e tyre të vogël, Luna Mari. Në videon e shpërndar në Instagram Story, vogëlushja shfaqet duke vrapuar dhe buzëqeshur nëpër një ambient madhështor, të ndriçuar dhe zbukuruar me drita e dekorime festive, ndërsa Chiara ka shkruar: "Sot patëm energjinë pozitive." E veshur me një fustan të zi me detaje dantele dhe jakë të bardhë klasike, Luna Mari ka rrëmbyer sërish zemrat e publikut. Eleganca e saj e pafajshme dhe shprehjet e ëmbla në fytyrë e kanë bërë vogëlushën të duket si ylli i vërtet i videos. Ndërsa ajo shikon përreth me kureshtje, reflektimi i saj përpara pasqyrave të ndriçuara krijon një atmosferë magjike që e bën pamjen edhe më prekse dhe festive. Videoja, që sipas burimeve pritet të jetë pjesë e një projekti të veçantë familjar për fundvitin, tregon anën më të butë dhe të dashur të familjes Ailey. Me detaje elegante, drita ngjyrë ari dhe zbukurime të frymëzuara nga periudha e festave, gjithçka duket e përgatitur me kujdes për të përcjellë ndjesinë e ngrohtësisë dhe dashurisë familjare. Në prapasken shihet edhe Luizi, i cili shfaqet i qeshur teksa ndjek vogëlushën që vrapon përreth. Kjo skenë intime e plot jetë tregon sërish se lidhja mes tyre është një harmoni e plot mes dashurisë, përkushtimit dhe pozitivitetit. Prej kohësh, Chiara dhe Luizi janë shndërruar në një nga çiftet më të dashura të publikut shqiptar, duke ndarë her pas here momente që frymëzojnë qindra familje. Kjo video festive e fundvitit duket se do të jetë një nga më të bukurat që ata kanë ndarë deri më tani, jo vetëm për shkak të realizimit estetik, por për emocionin e vërtet që përcjell. Në çdo detaj ndjehet përkujdesja dhe dashuria që çifti ka për vogëlushën e tyre, e cila gjithnjë e më shumë po bëhet pjesë e jetës artistike dhe publike të prindërve të saj. Videoja që po përgatit familja Ailey pritet të publikohet në ditët e para të dhjetorit dhe, sipas ndjekësve, do të jetë një ndër më emocionueset e këtij sezoni. Shumë prej tyre kanë komentuar se mezi presin ta shohin projektin e plot, ndërsa të tjerë kanë vënë në dukje se çdo dalje publike e Luna Marit kthehet menjëherë në trend. Me stilin e saj të thjesht por plot klas, Chiara Tito po tregon se si mund të përcillet eleganca dhe dashuria për familjen edhe në momentet më të vogla, duke e kthyer këtë periudhë festash në një përjetim të ngrohtë, pozitiv dhe plot ndjenja të mira për të gjithë ata që e ndjekin.